njerëz, edhe kaq të pastër, edhe kaq të zellshëm në këtë lloj demonstrimi për 30 ditësh po vete. Do të them këtë fjalë pra, që shqiptarët duhet ta dinë që në 2023 janë bërë 3 zbulime të mëdha dhe jo rastisht. Revisa. Se kam thënë ndonjëherë ti. Ke zbulimi i parë është limi i Pogradecit. Që fermerët e limit, fermerët e shqiptar që u gjetë në Lin, sepse ishte liçeni që i ruajti këto. Janë 2500 më të vjetër se fermerët zviceran që mbaheshin i viteve 6000 ata. Ishin 6000. Edhe 2500 mbajti 8500 fermerë shqiptar, farë. Që përputhet me ADN-in. Që përputhet, faleminderit, po çfarë do të them pra. Dhe edhe 13. Ka fjala farmer, iku kjo, fermeri i parë. Pastaj vjen por në vitin 2023 një revistë tjetër Science, vjen kjo që paraqiten. Max Planck Institution. Aty ishte po Legarti e shkëgjua, nësa ati e ke fermer prapë Zicerian, grup Zicerian, që bën kërkime në Lin, edhe thanë që është fermer i parë. Ku ka shqiptari, ka Iliri, Pellazgu, që duhet, se ajo vazhdimsi është, Arnorët, Albanët, ata që bëjnë arën, Arban, që bëjnë dhe arë, dhe vetëmi popull, që në gjurën e vetë i thot, edhe tokës arë, edhe Floridit arë, sepse toka ishte arë, bënde arin, bënde lekun. Iko. Dhe prandaj quheshin Arban, që pastaj populli e kujton gjithmonë këtë fjalë Arban, dhe njerë del në kohën e Ilirëve, njerë pas Ilirëve, njerë në 1054, dhe principatat Arbane, pra Arbresh andej, Arvanitas andej, pra fjalë Arban e kanë ndjekur të popull. Zbulimi dytë ishte gjua, pra, Max Planck Institution, por me anë por Legartit që ishte krye, po sa, 230 shkencëtar, 33 disiplina, arkeologji, geologji, ekologi, mjedisë, antropologji, numizmatik, vazhdo, 33 disiplina. Dhe me anë të ADN-s i gjuhës, vërtetuan që gjuha shqipe, që ka dalë tu, ka që realizojnë e kanë djerë, u bë 2. E treta i vurivurën, ADN-ja dhe, qatan, milion, më ka tuat i kam unë, po vetëm lejo që, qatandi, që një varë, thanë ata, një fëmijë në Apolloni, që fëmija ju në rona re, ata e analizuan, edhe thanë që në Apolloni, thanë ata, mund të ketë patur në 100 veta, 1, 2, 3, 4 libanes, 1, 2 egyptian, edhe 1 grek. E thanë ata. Po ne na thotë që Apollonia është greke. 90%. Ti, e ka thënë ti, pse e ka thënë ti, shokët e tu? Çka ke? Nuk e thënë ti? Atëherë ti na thënë që Apollonia dhe Durrësi është grek. Kur ADN-ja e nxjerr që në 100 veta thonë ata, mund të kenë qenë tregtar 2, 3, 4 libanes më shumë, pastaj egyptian dhe pastaj grek. Ndërkohë që Apollonia po lejmi të përmbledhja, në këtë përmbledhje nuk duhet me. Një fjali. Ato thonë që kanë qenë koloni greke. Po si ban koloni ti një popull që është joti? Ai do të thonë, ai popull është ndrysh nga ty. Gjëse thot ai, kjo ishte koloni greke, ti sa po vërtetove që këto nuk janë grek, po janë ilir, janë rastjet. Vetëm se ka këtë gabim që ato ishin Korinthas. Dhe Korinthas i lartëkoj që e Pellaz, nuk ishe bërë akoma as Helen as grek. Edhe këta Pellaz Korinthas, shikor grurin, se shush me grur Korinthas, i sot. Këta Korinthas, Pellaz, erdhën për në marrëveshje tregtare me ata të Durrës, pra gjetën popull në Durrës, edhe në Apolloni. Nuk është se koloni do të thotë që nuk është se u vendosën aty këta disi kolone dhe tjera. Pra, jemi ke shpike ke zbulimi tretë që është ADN-ja që thotë që linja mashkullore shqiptare male lane është linja e epokës së Bonçit, o Fred Baledi. Po pse s'do të ngjosh? Është epokës 3000 vjet para Eroson. Pa lërë epokë e egrit 1000 vjet koha e Trojës edhe këtej. 100% linja. Edhe kush e bëri? E bëri kanuni. Dhe kur erdhi linja barbare e viteve 550, avare, slavë më të tash, europianët thonë ata, edhe devijuan qik, europianët. Ndërsa shqiptarët ruajtën të njëjtën linjë, 100% bashkëkollore dhe deri diku me linjë femrore edhe bëndë inkluzim. Më lejo 10 sekonda, zoti Guri, në mbështetje të atyre që thatë juve, në varin e famshëm atje në Apolloni, është e shkruar fëmia hyjni ron. Shumë drejt. Që zoti Guri thot fëmia hyjni ron, do me thënë ka atributet e hyjnis të themi, siç janë në shtëpi, po fëmia në shtëpi e tunis. Dhe siç janë përfituar gjithmonë dhe ëngjëjt si fëmijë të vegjël me krah kështu. Po mund të merret edhe kjo tjetër që fëmia hyjni ron, do me thënë fëmia zot ron. Edhe hare. E disi është.
fjala fëmia. Mund të bëhet simite ajo që kanë bërë disa. Tani ata kanë simitet e daja, simitet e daja. Mund bëhet fëmijë më. Edhe thot amerikani studios Albanian is truth, është e vërtetë tot. Nëse kjo për që kanë bërë ata është fals. Ne s'kemi gjë me turuarit, po shumë vende edhe kanë. Është ajo, hajre, si është? Hajre, gzim. Është dhe të truskët kjo hajrë. Na jep kështu. Zoti Guri, e mbyllim. Këto e mbyllim, po. Me lejen tuaj i nderuari Zotit Tanushi, na kaluan 40 minuta, 40 minuta. Pa undjerë. Do kemi kohë dhe jeni mirëpritur, do t'jeni në emisionin tonë për në një shqyrtim më të gjërë. Kjo quaj hapje, njoja jonë, sado që esencën e studimit tuaj e dhatë dhe të përmbledhjeve nga studimet e shkencëtarëve botror ju i dhatë shumë saktë dhe nëzorët konkluzione së bashku me Zotin Gurin shumë të rëndësishme, konkluzione që i kanë nxjerrë shkencëtarët, por edhe ju që i keni studiuar ato me aq kujdes dhe keni arritur në këto konkluzione të cilat ne si akademi kemi kohë që i themi edhe shkencëtarët e botës ngulmojnë tek ato edhe duhet që t'i dim se përse mos t'i dim të nderuar miq. Këtu po mbyllim pjesën e parë të emisionit tonë duke falenderuar Zotin Tanushi që na nderoi me vizitën e tij dhe me gjetjet e veta. Unë vetëm një thirrje do t'i bëja Zotit Tanushi që është Tanush Topia, e pa diskutueshme, siç kam gjetur unë rrejnë të fisit tim çlinor në Asambeli, nga Muzakaj, Hasani i para dhe Ebeu, nga 2 prindër ortodoks, jam i bindur që ai do dalë nga 2 prindër katolik. Jam i bindur për atë. I kam dhënë fjalën profesorit dhe bëj thirrje gjoh shqiptari që të mos ta lëri për ullën në fisit të 1500 thjesht erdhën atati. S'po them gjë për atë. Por Amane sigur që e ka një derë, e ka një lidhje. Është pamundur që të keni ikur 100% princatant keni ikur në Itali, Francë, Gjermani. Është pamundur mos ke ngelur një ngushtitë aty. Prandaj bëj thirrje që të vazhdosh të gjesh lidhjen me knesi. Okej. Dashur miq, këtu mbarojmë pjesën e parë të emisionit tonë. Të nderuar miq, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Rënjët tona për ditën e sotme. E nisëm me një shqiptar që jetonte në Kanada, po do ta përfundojmë me një shqiptar tjetër që është në Kanada. E kam patriot, e kam nga vlora ime ande e dashur, ka qenë gazetar, ekonomist, ka bërë shumë artikuj në gazetat e kohës atere, që kanë qenë gazeta Drita, gazeta Zëri Vlorës, e tjera. Ka bërë shumë botime të artikujve tepër të studiuar. Është kryetar i filialit tonë në Kanada, pra kemi dhe krenarin të themi që një filial jonë i suksesshëm. Që edhe emrin e ka krenar, jo për emrin e ka krenar, sepse është ajo kreja e famshme Zoti Guri. Kreshta. Kreja që ma kokën lartë. Po ke dhe kral pasaj, kreal. Është ai që është mbreti sërbisht tonë atë mbret. Po është fjala shqipe kre dhe al. Ke dhe kryeministër. Kokë lartë. Ke dhe kryeministër. Ke kryeministër. Ke dhe kreshnik. Ke kryetar. Po ke dhe kreshnik. Ke kreshnik. Ke dhe kreu kapitull. Ke kreshtën e malit. Ke dhe kreu kapitull. Ke kreu kapitull. Ke dhe krijes. Ke gjitha me fjalën kre që fillon dhe zëri, fillon dhe emri i të nderuarit të Zotit Krenar Zeneli që na ka nderuar sot. Ka ardhur Kastile dhe në Kanada edhe për të dhënë këto esencën e studimit të vetë që ka bërë në lidhje me albanologjin, me gjuhën shqipe dhe e ka titulluar librin e vetë Në kërkim të pasaportës së vjedhur. Pra një libër që ka ngjallur shumë interes i Zotit Zeneli. Do na të flasi për të mbasi do të flasi dhe Zoti Guri në prezantim, në plotësim. Po, nuk kam. Vetëm për mbi emrin Zeneli do thosha na thonë jo mbi emër turk Zeneli, Z-yll. Po. Z-yll. Të lutem, po Z-yll mëse L është gjithë botën L-i është yll. Shko, Z-yll ose Z në yll. Z në yll, dakor. Po, do të them që me të drejtë Zoti Dalipaj na sjell në vëmendje se si gjuha turke ka marrë nga Ititë 50% minimale të fjalorit Dardan ose Itit. Ka marrë sistemën e vet, yllin dhe ënën o vlla. Dakor. El, hën. Po, dakor.
Dhe pyeta isha thjesht se s'kemi ditë nuk ka kohë. I nderuar zoti Zeneli. Po, ç'është shtyju ti përvishje së punës tuaj për këto libra, për këto tematika? Fillimisht unë nisa si një roman të çdo dite kur I thon kështu, po kur arrita që pusja në mes të romanit referenca, edhe djali më tha që baba është mirë që këtë ta bësh një ese, tha. Dhe nga një studim 250 faqe arriti në studim 2158 faqe. Se aq faqe ka libri ju? 2158 faqe. Një volum të vetëm? Jo, ky është vëllimi fare. Janë 6 volume. Janë 6 volume. Janë 8 fare. Po kjo është një studim enciklopedik që I bëm thirrje dhe Akademisë Sonë të Shkencave Zyrtare që mund ta marrin në konsiderat një studim. Enciklopedia historike. Ka bërë një ekonomist, një specialist, një gazetar me zëmër, është futur në këtë lloj studimi 6 volume. Mund të jenë më shumë. Shumë I fortë, keni qenë I nderuar. Kam punuar 22 vjet për këtë. 22 vjet. Se kam bërë punë të tjera. Jo, patjetër. Kjo ishte në kohën e lirë, si 22 vjet dhe kam trajtuar tema nga më të ndryshme nisur. Për shembull, për gjuhësin, për prejardhjen etnike të popujve, për mitologjinë, që nuk është mitologji, po është historia e vjedhur e popujve që kanë rjetuar aty bashkë me neve. Dhe për këto më është dashur të studioj mbi 85 autorë të ndryshëm, me një volum libra shprej 290 libra të lexuar. Kam punuar me arshiva dhe arshiva online. Pyetje, mendon se kemi të bëjmë me mitologji, aje e quajtur që gjithë tuajt kur vinë te muzeu vinë barat mitologji greke, mendon që është mitologji greke apo një pasaportë e vjedhur nga një mitologji më pashme, popujve Pellas, Ilir? Për mua mitologjia, siç e thash, është historia e pashkruar e popujve. Dhe mitologjia, ashtu quajtur greke ose helene, është tamam historia e këtyre popujve. Ata kanë përveçuar në mënyrë të padrejtë. Mendimi im pra. Dhe unë kam mendimin tim, nuk e them mund mos ketë asnjë lloj vlere, po unë e kam mbështetur në studime dhe për këtë mendim mund të kem 3-4 referenca që vërtetojnë këtë që mund të them unë. Dua që me këtë libër të merret kritika, siç e tha zoti Bala I këtu, të merret kritika, se unë kam qenë I drejtë, jam përballë dhe kundër të gjithëve. Zotë Kenar, pyetje tjetër. A mendoni se gjuha shqipe është ajo që thuhet e vjetra me e vjetra apo ndërmjet vjetrat me atë studimin që keni bërë për gjuhën? Faleminderit për pyetjen, shumë e vlerë. Pa dalë në përfundimet që dolën ata 33 shkencëtarët e tjerë të revistës Science.